A mund të jesh futbollist profesionist pa një rëndor? Po, dhe kjo ka ndodhur dhe atë në La Liga. Një pengesë që erdhi nga lindja, por një ëndër që nuk u shua brenda tij. Alex Sanchez lindi pa një dorë dhe si fëmijë shpesh e pyeste veten, pse mua? Përgjigjen dhe jetën e gjeti në fushën e futbollit. Pas disa vitesh, ai djaloshi pa një dorë shihet në një nga kampionatet më të forta, atë La Ligas, duke shkruar histori. Ai me fanellën e Real Zaragosës doli në fushë dhe arriti të marrë 3 paraqitje në sezonin e parë, atë 2009-2010. Në ligat profesionale spanjolle, Sanchez u bë lojtari i parë me aftësi të kufizuara që luajti dhe shkroi histori. Kur e pyetën se a kishte vështirësi në stërvitje dhe lojë, ai përgjigje me një buzëqeshje të madhe. Shpesh futem edhe në port. Pastaj shënoi shumë gola, ka përceu kontinente, shkoi madje edhe në Australi dhe ngriti trofe. Mungesën e dorës asnjëherë nuk e pasi pengesë dhe nuk e përdori si arsye. Alex Sanchez na dëshmon diçka. Kufit ekzistojnë vetëm në mendjen tonë. Mos e harroni, fitoria u përket atyre që nuk dorëzohen kot.